Përshëndetje e nderuar televizionistë. Në aktualitet sot më do ndalem shkurtimisht në dy llafe me ato që ka ndodhur dje, sepse kemi një çështje penale e cila është thelluar, është vendosur për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar pezullimi me vendim gjykate i një drejtori të përgjithshëm policie, janë arrestuar dy të tjerë, por kemi dhe shumë zhvillime të tjera politike. Kemi një zhurmë mbas takimit Bashar Rama, por kemi dhe zhvillime të reja në gjirin e Demokristianëve. Për të diskutuar për këto probleme, u kam ftuar kryetarin e Partisë Kristian-Demokrate, zotin Dimitër Muslia, se merr në studio. Nisë keni gjetë. Si avokat, si jurist, si ashtu dua një mendim shkurtimisht fare. Çfarë është kjo çështja e përgjimeve dhe vendimi i gjykatës nga zoti Arjan Alia për pezullimin e zotit Çako. Tashmë është bërë publike ajo çfarë ndodhi dje zhvillimet e fundit me drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit, veprime që në faktikisht derisa ka fol gjykata, mia është që ne duhet ti je me zotin Ylli Manjani. Duhet heshtim. Pavarësisht se veprimet që janë bërë, nëse janë të vërteta, këto janë në kundërshtim me ligjin dhe mendoj që gjykata dhe prokuroria ka vepruar drejt. Ka ikur koha që të futen aparate përgjimje. Fshehtësi. Ne luftojmë për një arkuj tani. Dhe ne ka i koha që ne të bëjmë lojën e kungulleshave dhe të spionlleku duke përgjuar politikat një tjetrin, pasi fatkeqësisht edhe kohën e më përparshme edhe të tanishmen, po shikojmë që të gjithë politika vjetër për të pas presion ndaj një tjetrit, marrin në kurriz të qytetarëve, blejnë aparatura që kanë një kosto jashtëzakonisht të rëndë. Nëse ke parasysh ka kushtuar 1 milion e ca euro në 2010 një aparaturë tjetër që ka qenë shumë herë më e fuqishme se kjo që flitet tani. Edhe këtë nuk e dim se këtë se kemi parë në qysh është. Aq sa kam informacion, Sot kemi dhe një lajm të zhvillimor të ri që është larguar drejtori i Interforcës në mënyrë urgjente. Tash derisa jemi përpara disa veprimeve që tashmë nuk varet më nga vullneti as i policisë, as i politikës, por nga hetimet që po bën prokuroria dhe po miratohen edhe nga gjykata, besoj që kemi diçka që nuk shkon. Dhe ajo çfarë për mendimin tim është që duhet hesht politika në këtë rast dhe të merren vetëm profesionistët me këtë çështje. Nderuar miku im, po unë e kam të kjo. Ata nuk e jetojnë pse është futur. Ata e jetojnë dhe kanë bezulluar drejtorin e policisë përse ai nuk ka thënë të vërtetën. Pra kemi një çështje tjetër më sensibile. Se ajo pjesa e futjes së ndyrës është një çështje ndan vete. Pse ndodh që neve na bëhet edhe drejtori i përgjithshëm, po edhe specialistë të mirëfillt ose varësisht e tij pal për të fshehur të vërtetën. Tashmë, është qëndron në thellë apo a ka dhënë shpjegim të rrem apo s'ka dhënë shpjegim të rrem, ne nuk mundemi dot sepse është në fazën hetimore. Dhe fati keq është që disa herë në këtë studio kam thënë që ne, në qoftë gazetarët, në qoftë opinionistët, në qoftë politikanët, mundohen me kryer rolin e hetuesit, prokurorit dhe gjyqtarit, ku në një kohë janë të ndara këtë gjëra. Pra, ne kemi edhe disa raste të tjera që është hellë balë, kanë marrë pafajësi, se që ishte rasti i guvernatorit. Drejt, pa drejt, opinioni u krijoi idenë si kur ajo është hajduti më i madh, por në të vërtetë gjykata e dha pafajësi. Edhe në rastin konkret. Po nuk është nami pse është pezulluar drejtori i policisë shtetit. Pra, është pezulluar për t'i parandaluar mos jetë pengesë për zbulimin e së vërtetës, nëse kemi të bëjmë me një vepër penale, nëse kemi të bëjmë me një aparaturë përgjuese ardh në kundërshtim me ligjin. Kështu që gjykata për mendimin tim nuk kemi pse ne të komentojmë. Këtë tha dhe zoti Ylli Manjani. U bë takimi Bashar Rama. Si të duk ty, si avokat, sekretar partije, si politikan, si njeri që ke gati 25 vjetë që rri pranë. Me thënë të drejtën që në momentin e parë takimit nuk më dha as pak një hjeshi. Takimi nëse ke parasysh nuk ishte as kontakte me dhënë dorën nga ana kortezis. Dhe kjo po trashëgohet fatkeqësisht edhe nga lidershipi i ri i PD-s, që bëjnë atë lojën në opinionin publik që këta shkojnë janë të ashpër, janë kundërshtarë, etj., por në të vërtet gjithë kjo ftosësi, ashpërsi që bëhet publikisht nuk ndodh në jetën jashtë mbrapa skenave.
Ajo dihet se si janë apal si pala tjetër, unë kam thënë këtë studie dhe e përsëris prapë. Subjekt të kësaj reforme do të jenë politikanët. Dhe prandaj është shumë vështirë që këta ta marrin provim vetën. Sepse nëse japin provim, këta do ngelin klasë dhe do të shkojnë përpara ligjit. Këta janë politikanët që na kanë marrë në qafë gjithë shtetin shqiptar, gjithë institucionet janë kapur nga këta politikan, të cilët po sot ne kemi arritur në një pikë që gjithë faktori ndërkombëtar na është dhënë asistencë juridike, ligjore, është miratuar reforma në drejtësi dhe tashmë na del që këta kanë probleme me njëri tjetrin dhe nuk mund të kalojnë. Pse vallë nuk do të kalojnë? Pra tash dihet që të dy palët donë të mos e kalojnë këta. Por, ky ishte një moment që qytetarë shqiptarë duhet ta tregojnë veten qytetarë dhe njerëz që duhet i dalin fateve të veta zot. Fatkeqësisht këto nuk ka një lëvizje mbar qytetarë që duhet të reagojnë dhe kjo është mos pjekuria qytetare, e të flas duke u futur edhe vetëm brenda. Sepse nuk mund të marrën fatet tona në dorë të dy personave. Pra tani është momenti që të bën ato lëvizjet që u bën në 90-ën, tani ka momenti të bën që janë shumë më të rrezikshme, është bë pushteti tani se sa ndrrimi i sistemit në 90-ën po ta shikojmë edhe nga ana ekonomike, politike etj. Vim tek një çështje tjetër që na prek të gjithëve. Kemi reformën zgjedhore. Je në ato grupin e partive tek të cilat juve edhe jeni me majorancën, edhe keni problemet tuaja për identifikimin e votës. Po. Janë bërë rreth 10 takime të partive të vogla parlamentare dhe jo parlamentare dhe tashmë u institucionalizua me dorëzimin, me nismën që mori sipas kushtetutës edhe sipas rregullores parlamentare, që një grup prej 5 deputetësh e nënshkruan këtë nisëm dhe këtë draft dhe tashmë ai ndodhet në tavolinën e punës të kryetarit të kuvendit dhe që pritet që të futet në rendite dhe mendojmë që ka një moment që hera e parë që më pëlqen opozita në pikat që ka vendosur për votimin elektronik. Jo, problemi është se duhet edhe reforma zgjedhore të kalojë me reformë drejtësi, sepse burimi të gjitha institucioneve lind nga zgjedhjet e lira dhe demokratike. Pra nëse do kemi një kod zgjedhor i cili do i jap mundësi që dalin njerëz të bëhet votimi, të ketë votim pa presione, votimi të bëhet i lirë, qytetarit shprehin vullnetin e vet, të matet se cili subjekt politik është i parë dhe mos ketë ma tjetërsin votës as blerje vote, por të bëhet numërimi elektronik. Ne kemi bërë testime disa herë. Me celulara, aty fare mirë, është mundësia më u pajisë në bazë zonave, shkon me shajat e gishtave, tash është dhënë nga gjithë qytetarët, që kanë kaluar moshën mbi 18 vjeç, shkon, vën gishin atje, voton, edhe del drejt përse drejti, marrë punë. Pse mos bëhet vallë kjo? Pra që këtu është hilja e politikës vjetër. Pra kjo është, dhe ne kemi këmbgulur që do marrin edhe nisma tjera politike nëse nuk do kalojnë, por shajat pozitive i ka dhënë opozita. Fatkeqësisht, koalicioni për cilën unë jam, nuk është bërë asnjë takim me partitë aleate që diskutohet për reformën zgjedhore. Nuk mundet dot që reforma zgjedhore të lehet në limitet e fundit. Ka dy, jo po 6 muaj para nuk lejo. 6 muaj para nuk lejo. Legjerisht 6 muaj para stop. Nuk lejo. Do gjë se nuk lejo. Po pse ti lam limitet fundit siç ka ndodhur edhe në 2008 që ne sot po psoj. U bën gjitha ato takime dhe në 2008 pastaj u takua Nano me Berishën dhe mirëpas. Edhe u bë kjo që është sot 4 urë që kryetari i Partisë pronar. Presidenti tash me 72 vota të shkarkuat. Do zgjidhet presidenti nga populli se ka një përpjekje shumë të madhe. Po ta shikosh në Rrogos është që presidenti do zgjidhet nga populli. Është një nisë. Këtu duhet të bëhet reforma shumë institucionale.
Ne e kemi shikuar që në këtë republikë parlamentare, se që jemi ne, nuk po kemi sukses, po ecim dot përpara. Dhe ka arë momenti që populli shqiptar, si popull liri i dashës, t'i zgjedhin vetë institucionet dhe mos t'i emërojnë personat, fatet e gjithë qytetarë mos ngelen në emrin 2-3 personave që të vendosen. Sepse kryetarët e partive po bëjnë emërimet në të gjitha institucionet, nuk po lënë mikë tjerë shok pa fut dhe fatkeqësia më e madhe është se ne po kemi një administrat të paaft. Po të shikojmë administratën më pashme me krahasu me këtë administratë që është sot. Pra unë jam kritik edhe pse jam në koalicion. Është fatkeqësi kombëtare. Pra sot vendin e punës du ta marrin i afti, t'i dalin për zot vendit punës dhe t'i shërbej qytetarit. Është detyrë që t'i shërbesh qytetarit dhe jo t'i shikosh dorën kur të shkojnë me marrë një shërbim në institucionet e shtetit, në administratën e shtetit. Vim tek një problem tjetër. Ka disa sinjale të mira, ka disa sinjale shumë të mira që 5 partitë demokristane të ndodhi ashtu siç është kudo në botë, siç në Gjermani, siç është atje, të grupohen. Ka një bizetime apo ka shenja? Ka një muaj që kemi marrë një nisëm bashkë me zotin Doka për unifikimin e partive demokristane në një faktor të vetëm, për t'i afruar vendit dhe shtetit shqiptar dhe zgjedhësve një alternativë për të dalë nga kjo krizë politike për mendimin tim, pasi të gjitha vendet europiane mas luftës dytë botërore nëpërmes filozofisë kristiane dolën nga kriza ekonomike, politike dhe kanë arritur aty ku janë sot. Dhe unë shikoj që edhe Shqipëria e ka të domosdoshëm që të udhëhiqet dhe drejtohet me parimet e filozofisë kristiane për të shkuar drejt si pjesë e Europës se që jemi. Çfarë ndryshon konfiguracionin e demokristane nga 5 parti në një parti e cila detyrimisht që do jetë një forcë më konsoliduar, do jetë një forcë bashkimi me Partinë Demokristane, të gjitha siglat nënkupton që do shkëhen tek sigla vjetër Partia Demokristane, e cila është krijuar e para. Disa të tjera, unë s'jem fraksioni kësaj, por disa të tjera kanë qenë fraksione. Por me qenë se ne... Zoti Zem Bushati dhe... Gecaj e tjera. Gecaj? Problemi është i tillë që me qenë se ne, Partia Kristian Demokrate, jemi parti parlamentare, edhe zoti Ndoka një parti e vjetër ishtë parlamentare, por që vetë është prap deputet. Ne menduam që të fillojnë pikë së pari me këtë dyja. Dhe ne jemi në fazën pathujse përmbyllse. Kishim edhe një vizit nga negociatori për Shqipërinë, Frankenstein, Knut, besoj që i ke pa edhe përmes medjes, ku ne i garantuam zotnis që faktori demokrisian do jetë një faktor në mbështetës dhe stabilizues për vendin, dy votat dhe votat tretë e zotit Eduard Ndocaj, këto 3 vota do t'jenë pro reformave, pro nismave për zhvillimin e vendit. Dhe ai mori përsipër për pjesën tjetër takuese që i takon për mbështetjen tonë që mund ta japin për institucionet ndërkombëtare. Para javë kishim një vizitë tjetër nga CDU-ja. Kështu që me thënë të drejtën fatkeqësisht keni adoptuar modelin gjerman, e cili është modeli më i mirë në Evropë. Partia Demokratike historikisht ka pa politika antidemokraciane, duke quajt vetër kur kalojnë oqeanin, atë e quan vetën alatë CDU-s. Edhe thot ne jemi alatë CDU-s. Po, shumë vërtet. Kur vinë këtu, ata vazhdojnë me programin e lindjes moniste dhe nuk. Por edhe Edi Rama është afruar me Merkelin dhe CDU. Tashmë është afruar, por nuk ka zbatuar me ato programe që i ka Merkel. Prandaj tani ne kemi një mbështetje të fortë, janë bindur që ka demokracian, duhet të faktorizohet filozofia demokraciane, dhe shpresojmë që shumë shpejt do ta shikoni se... Po, në bazë të një statistike që është bërë para disa vitesh, demokristjanët zinin gati 17%, ose pjesa shqiptare që përbëhe zinte 17%. Tashme nuk flitet, pra kur themi filozofi kristiane, është shumë
Disa edhe me dashje, por disa edhe se që nuk e kuptojnë. Kjo nuk është filozofi fetare, është filozofi e zhvillimit. Është parti politike. Përderisa kemi parti pakicave në Shkodër, do kemi edhe në Kjo nuk është parti pakicash, po është parti kombëtare, është e shtrirë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ne kemi pas edhe hoxhën e 2007. Po. Ishte kandidat, pra ne nuk e shikojmë, ne jemi parti kombëtare, që ne mbështesim zhvillimin, qoftë për familjen, pronën e tjera, që nuk ka lidhje fare me fenë, nuk është lidhur me fenë fare Partia Demokristane si filozofi. Pavarësisht se ka ato parimet e saj që qartë, parimet demokristane janë shenjta. Jo vetëm shenjta, po janë më të iluminuarat në botë dhe në Evropë. Jo vetëm në Itali dhe kudo. Kështu që du të dalim pak, jemi në faza përmbyllëse edhe me zotin Boshati edhe zotin Ngecaj, jemi edhe me një tjetër që është nga Shkodra, që edhe ai drejt afrimit është, dhe po të do bëhemi shumë faktor duke parë edhe... Në zgjedhjet e reja ju do të vini me një sigël. Ne do zgjedhjet e reja shpresoj që ne do jemi vetëm me siglën PDK. PDK. Partia Demokristane. Unë kam një merak, kam një mik të çmuar për ta mbyllur këtë intervistë, një Nikol Lesi. Ku do vej? Sepse doni juve ai ishte një faktor interesant, një faktor shumë popullor, karizmatik për Demokristjanët. Nikol Lesi ngelet një lider. Është emblema ai, nuk është lider. Është emblem dhe është me të vërtet një intelektual shumë... Se po të pëse mua unë doa të merrim për zogër. Shumë i pavarur. Po i pavarur dhe i pavarur. Zoti Lesi dhe ai u tregua larg pam se pa që me politikë nuk ecet dhe u kthye biznesit, shumë e vërtet. Profesioni i tij të pavarur gazetarisë. Qartë. Më thuaj edhe një mesazh si mund të rregullohet kjo gjendje që është aktualisht ekonomike në Shqipëri? Së pari, gjendjen ekonomike do të krijohet gjendja shpirtërore, të shëndoshemi shpirtërisht. Njerëzit i ka kap ankthi. Biznesin e ka kap ankthi. Duhet të çlirohen njerëzit nga ky lloj presioni. Sepse ku do të shkojsh, thon o bobo në burg, o bobo këtë burg. Pra nuk dëgjon nga institucionet e shtetit që e kanë për detyrë që të krijojnë hapësira lehtësuese biznesit, qytetarëve, tjera. Tani është një gjendje ankthi sepse ankth është vetë politika. Edhe politika vetë sot me marr zotin Rama me sjell këtu, me pyet nuk din se ku është sot. Njëjtën gjë kemi edhe të parë edhe opozitën. Inshallah dën Zoti, edhe gjejmë rrugën e duhur për dal nga ky kolaps që është fut politika. Edhe është fut vetë, ja kanë bërë zmetin për të fut vetë në këtë kolaps. Por besoj që shumë shpejt do dalin lëvizje qytetare që politikën e vjetër do të çojnë atje ku e meriton. Unë shpresoj dhe uroj me gjithë zemër për ta mbyllur këtë intervistë që Partia Demokristane me siglën PDK të jetë ajo që të balancoj forcat njerëz, të priqë atë rregullin tresh. PD, PS, LSI. Ti jesh i sigurt që ne nuk do afrojmë çfarë kanë afruar këta. Ne jemi kundra korrupsionit, kundra blerjes së votës, dalin institucioneve demokratike nga populli dhe kurse ne nuk do shkosh ndonjëherë që ne demokristjanët do synojmë që të vinë pushtet në mënyrë të pa jashtë ligjore. Jashtë ligjore duke shkëmbyer. Edhe jashtë morale. Sepse blerja votës për mendimin tim është fundi i demokracisë. Është krim. Fundi i demokracisë. Është krim. Qytetari ditën e votimit do të jetë shumë se me kanë shkon në dasë. Pra shkon për 4 vjet ai vendos fatet e veta të familjes vet. Dhe do të shkojnë këtë që në qendrën e votimit, votojnë atje, i lumtur edhe më kthyen në shtëpi. Unë të falenderoj që të kisha në studio. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit. Të nderuar televizionistë, ne ishim në studio me zotin Dimitri Myshlya, kryetari i Partisë Kristian Demokrate, por shumë shpejt ne do të shikojmë me siglën e re Partia PDK, Partia Demokristane. Kjo është një risi, është një inshallah ndodh si në Greqi, si me Tsipras, inshallah ndodh si me Beppe Grillo në Itali, inshallah ndodh si në Spanjë, sepse dhe atje, inshallah ndodh edhe si në Kroaci, se e lexova dhe sot në gazetë. Faleminderit për vëmendjen dhe uroj shikim të këndshëm.